procesi I votimit me vot të fshet e lejon mundësinë që deri në përmbyllje të procesit mund të marrim pjesë. Unë nuk di në kënd kanë aluduar. Në fakt do të bëj edhe një thirrje për opozitën. Jemi dëshmitar që edhe deputetë të opozitës janë shumica prej tyre edhe këtu në kuvend dhe I ftojmë që të vinë në sallë dhe të bëhen pjesë e këtij procesi të rëndësishëm dhe t'i ofrojmë vendit presidenten dhe të vazhdojmë tutje punën duke shmangur edhe një palë zgjedhje të reja. Tani ne kemi parë dje edhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që prezantoi një listë me nënshkrime, ndonë pa një emër specifik, por e vërteta është që ato nënshkrime me sa e njëri nuk janë ofruar as kryeministrit Kurti, as mua si shefe grupit parlamentar në mënyrë që të bashkangjisim nënshkrimet e deputetëve tonë dhe nuk ka asnjë lëvizje përtej një deklarate që ne jemi në kuvend, sikurse e thashë edhe dje, presim të gjithë deputetët që të vinë në sallë edhe të përmbyllim procesin e zgjedhjes së presidentes. Procesi I votimit me vot të fshet e lejon mundësinë që deri në përmbyllje të procesit mund të marrim pjesë të gjithë deputetët që janë të interesuar dhe duhet të votojnë. Në këtë pikë, në momentin që u pa që nuk janë 61 vota në kuti, e dini që kryetaria e ndërpreu seancën për të vazhduar sot dhe sot presim që të vinë edhe deputetët, konsideroj që përtej fajsimit ose hedhjes së akuzave e rëndësishme është që të gjejmë zgjidhjen edhe të zgjedhim presidenten e vendit. Si shefe e grupit parlamentar, pres që unë ose kryeministri Kurti të pranojmë 15 nënshkrimet, qoftë edhe me emër konkret. Unë nuk di në kënd kanë aluduar, nuk di për kënd I kanë mbledhur ato nënshkrime, sepse nga letra që u pa mbrëm, nuk ishte emër të kandidatit, për më shumë lista e kishte datën 25 dhe ndërkohë ne kemi pa plot deklarata të deputetëve të LDK-s për emra specifik. Nuk është e imja të flas për emra të përveçëm në të cilat mund të aludoj kushdo qoftë, e imja si kryetare e grupit parlamentar është të pres nënshkrimet me një emër.